أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrimi dhe lavdrimi takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Asa e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall për këqija të vetes tonë. Dhe kë udhëzon Allahu Azza wa Jall nuk ka kush që humb, kë devion Allahu Azza wa Jall nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Dhe se pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe pejgamberi i tij. Salat dhe selam qofshin mbi pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fesnik dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Jemi në radhën e një dersi të ri që kanë të bëjnë me çështjet e besimit më shumë të muslimanit, për një libri jo shumë i madh, mirë po me dobi të shumta, i cili e kemi pa rrugës që me shpjegu për tina, për shkak se përmban njohuri të shumta rreth shumë çështjeve besimit, të rrugës, të moralit, gjërave që kundërshtojnë Islamin, qoftë në akide, apo në fik, apo në moral, e që duhet me ditë secili musliman. Që duhet me ditë secili musliman, qoftë në mënyrë individuale apo shoqërore. Që duhet me ditë secili musliman i cili është njeri i cili është kujdestar i një familje apo jo. Një burr apo një grua e cila është kujdestare në familjen e vet kështu me radhë. Çështjet të cilat me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kundërshtu tjerët në devijimet e tyre, në çështjet e besimit, në çështjet e moralit. Dhe ky është libri Masail al-Jahiliya, meselet e jahiliyetit, të ripërthrisit madh të Islamit, Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullah alayh, i cili me librat e tij dhe me davetin e tij e ka ripërthri besimin e pastër, tauhidin, njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall, i cili vjen prej Nejdet, vend në Arabinë Saudite, i cili me davetin e tij masanena ka arrit me i largu shumë idhujtari, shirkjate të cilët kanë qenë kohën e tina, dhe kësaj me përhap dhe tauhidin në gadishun arabik e masanena përmes ulemave, përmes shkollave që në hap në Arabinë Saudite dhe në vende ndryshme të Islamit, ku është përhap hari madh, është përhap tauhidi, është përhap njëshmëria, edhe muslimanët ja kanë pa harin shumë ripërthirjes së davetit nga ky imam i madh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullah alayh. Meselet e jahiliyetit është një prej librave apo prej risaleve që i ka shkruajtur. Ai për shumë tjera që kanë pas dobi të mëdha kanë pas. Sepse në to ka tregu kufir, ndars prej asaj çka ka thënë to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe prej asaj çka kanë qenë to njerëzit e jahiliyetit. Prej asaj çka kanë thënë to njerëzit e jahiliyetit. Jahilieti është për qëllim çdo gjë që njerëzit e kanë vepruar para se me ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E që në to e kanë kundërshtuar fen e përbashkët këtë pejgamberve. Do para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas pejgamber tjerë. Prej Ademit alayhis salam, Nuhit alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam, Isa alayhis salam,
Musa alayhis salam deri te pejgamberi kanë pas gjërat përbashkëta. Prej sheriateve, prej besimit dhe prej sheriateve. Besimi tek të gjithë pejgamberët ka qenë i njëjtë. Sheriatet kanë ndryshuar. Shkon në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë na jena prej një nëne. Çka ka pas për qëllim? Ka pas për qëllim prej një besimi. Kurse sheriatet ata kanë ndryshuar. Dhe njerëzit përmes ignorancës, përmes kufrit, përmes pabesimit, moraleve ndryshme, i ka kundërshtuar gjëra të përbashkëta që kanë pas pejgamber deri prej Ademit alayhis salam deri te kush deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka ardhur me punë që i ka kundërshtuar ata, ka ardhur me ligje, ka ardhur me nene, ka ardhur me sunete, ka ardhur me tradita, ka ardhur me porosi, ka ardhur me akide që i ka kundërshtuar këtë ato që i kanë pas njerëz të xahilitit. Domethënë xahiliti është fjalët janë për qëllim, janë për qëllim veprat, besimet, janë për qëllim moralet që i kanë bërë njerëzit para se marr Islami. E që i kanë kundërshtuar pejgamberët e mëhershëm. Prej punëve që i kanë kundërshtuar pejgamberët e mëhershëm. Dhe autori i ka përmend këtu dikon mbi 100 mesele, shkurtimisht, që me to pejgamberi i ka kundërshtuar ata njerëz. Që me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kundërshtuar ata njerëz. Autori kur flet tregon çysh fillim se kër ka për qëllim me gjahilijetin. Edhe tregon se me gjahilijetin ka për qëllim el kitabijin wal ummijin. Kitabijin thon i thartë të librit. Ka për qëllim krishterët, hebrejt apo fraksione tjera që kanë ardhur pejtënve që kanë ndryshuar fejen që ju ka zbrit pejgamberëve të tyre. I thartë të librit, kur themi i thartë të librit, ata që kanë besuar pejgamberëve ka për qëllim autori ata që i kanë kundërshtuar këta pejgamber në librat e tyre, në fenë e tyre. Jo ata që i kanë besuar tamam ç'është dot, qoftë Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Davudit alayhis salam, Sulejmanit alayhis salam e kështu me radhë. Po ata që i kanë kundërshtuar edhe këta pejgamber me akiden e tyre, me sjelljet e tyre, me moralin e tyre. Apo me argumentimet e tyre në atë fe që ata janë mbështetën ato apo në devimet e tyre, në shturjet e tyre e kështu me radhë. Pse është e rëndësishme me di këtë çështje? Kjo është e rëndësishme është me di këtë çështje për shkak se këto përsëriten. Sa më shumë që fillon me uzbeja feja në mesin e njerëzve, sa më shumë që njerëzit fillojnë me harru parimet e fesë. Fillojnë njerëzit me harru parimet e fesë, çka ndodh? Atëherë njerëzit kanë nevojë me ditë, me mësu. Sepse bëjnë vepra që mendojnë që është prej fesë. Sot kena shumë vepra që i bojnë musliman, mendojnë që janë prej fesë, ato janë kundërshtim ose ka përngjasim me fe tjera, ose me një besim, ose me një besytni. Ose me një bindje që e kundërshton bindjen ndaj Allahut ose ndaj pejgamberit tina. Sot ka për muslimanëve që janë prej fraksioneve që bëjnë veprime që kanë lidhje për shembull me besimet e hindusëve. Po kanë lidhje me besimin e qefutve apo të krishterëve të cilët kanë devijuar nga rruga që kanë qenë në rrugën e pejgamberëve tyre, e kanë devijuar prej Tevratit, kanë devijuar prej Injilit. Kurse mendojnë që janë prej fesë, veprime, gjeste, bindje e kështu me radhë. Për këtë shkak muslimanët duhet me di këto, edhe duhet me mësu që mos me vepru ato, mos me menu që me to ka mundësi dikush i bën ato vepra se duke menu që me to i afrohet Allahut azza kurse realisht ai nështë i shkon 20 vjet, i shkon 30 vjet, ai është duke kundërshtuar Allahun azza kurse nuk e din. Është duke kundërshtuar Allahun, pejgamberin e tij, edhe i bën ato vepra me vetveten e tij, e bën ato vepra me gruën e tij, me familjen e tij, me fëmijët e tij, edhe ja mëson edhe fëmijëve e tij, edhe gruas e tij ja mëson tu menu që nuk ka kurrë të keqën to, kurse realisht ai e ka një bazë dikon te ose te ehlul kitabi ose ummijin ka për qëllim kush mushrikët arab që kanë qenë para pejgamberit sa i dhujtart arab që kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilët kanë pas adhurime ndryshme, idhujtari ndryshme, morale ndryshme, të cilët kanë kundërshtuar Islamin. Edhe ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak njohja e këtyre seneve është e rëndësishme, po mbi të gjitha e kemi një parim që ka thonë Hudhaifa radhiyallahu anhu, ka thonë çka
ka përmend një fjalë që shumë e rëndësishme është me ditë s'pari të keqen para se mësu të mirën. Që mos më rënd të keqen. Kur ka pyet, kur thotë Udhaifa radhiyallahu anhu, thotë këtë njerëzit thotë e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të mirën, kurse unë thotë e pyetja për të keqen, nga frika që mos më kap. Nga frika që mos po bin to. Kjo nuk do të thonë që ti nuk dush më mësu të mirën, se sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu vazhdimisht e kanë pyetur Rasulullah, ka zonë një punë shumë hin xhenet. Ka zonë një vepër shumë hin xhenet, ka zonë një fjalë që me to ta fitoj xhenetin. Sahabët kanë ndodhur kësoj, po thotë Udhaifa thotë unë thotë e kam bëu të kundërtën. Jo pse Udhaifa nuk ka mësuar për të mirë, po do të kom pyetur për sherrën dhe për të keqen e kom pyetur, sepse pejgamberi sa vet ai ka fol për të keqen. Vet pejgamberi ka fol për të keqen. Thotë nga frika që unë mos më ron to. Për këtë shkak mësimi i meseleve xahilietit që i ka sjellë veçu me to, edhe është shumë e dobishme. Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab janë prej themeleve të dijes vllazni. Çdo pika që kam i përmend këtë kena mësuar inshallah, janë prej themeleve të dijes që duhet me ditë çdo kërkues i dijes në jetën e tij. Çdo musliman duhet me ditë ato. Pse? Sepse janë mesele që kanë bëjnë me besimin e tij. Janë mesele që nuk bën pa e di sepse njeriu ka mundësi me u mashtru përmes tyre, ka mundësi me u mashtru përmes tyre. Allahu azza na ka treguar në Kur'an thotë wa kadhalika nufassilu al-ayati walit tastabina sabil mujrimin. Vetë Allahu azza ka thonë çka, na i kena shëruar argumentet tona që mos sharru rruga e kujt, rruga e kriminalëve. Po Allahu azza ka sjell shumë ajete në Kur'an, ka treguar që kjo nuk bën, do të ka përmend të keqen, e ka përmend që na më mësu se kjo vepër s'po bëj ka. E ka përmend për shembull veprën e homoseksualëve. E ka përmend veprën e zinas, e ka përmend. Ka thonë mos ju afroni zinas, ka thonë. Kupton? Fa innaha sabila, sepse është rrugë e keqe është. Është punë e keqe është. Do ka përmend shumë vepra të këqija Allahu në Kur'an, edhe kjo është metodë e Kur'anit është përveç metodës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njohja e të këqijave na bën dobi neve. Njohja meseleve xahilitit që ka përmend që kena me përmendën këtu, na dobia e saj është se na rumi prej këtyre vepra, kur mësojmë për shembull të keqe, që pejgamberi ka kundërshtuar to, njerëz të xahilit me to, atëherë na kërkojmë për Allah që më na forcu mos më qenë prej tyre. I lutem Allahut azza xal që mos më bëu për atë në punë. Edhe e dyta, e shohmë nimetin ton që e kemi na vetveten tonë që Allahu dhe na i ka dhënë përmes Islamit. Përmes Islamit. Tregohet një rast për një ushtarak prej tokave arabe i cili shkon me punue në një vend të Evropës, perëndim. Kur shkon atje e shef që sot këshia të bëhet në rrugën ku ka jetuar aty. Sot këshia ti ka po sa punë të thjeshta, sa punë të nevoshme që i kanë bërë njerëzit, edhe ai e kanë di se çfarë nimeti të madh ka qenë përderisa ka jetuar në vendin islam. Vendin islam. Përveç kësaj e përmend edhe mos dëgjimin e ezanit kur hiç vendin ku ka jetuar, kurse vendin ku ka qenë, vazhdimisht e kanë dëgjuar ezanin. Është përkujtuar se ezani përkujton për namaz. Ezani përveç që thirr në xhami, ezani përkujton edhe për namaz. Hajde thon në xhami thot. Hayya ala salah, ja namaz. Hayya ala falah, ja shpëtim. Thot kur e poshtë thot këto thot evrejta thot masanina se çfarë nimeti të madh të islamit kisha pasur në vetveten tonë. Kjo është sigurisht se njerëzit të cilët janë smut, kur e shet smutin, e sheh vlerën e shëndetit tënd në trupin tënd. Andaj pejgamberi sa na ka preferuar që kur ta shohim dikon që u sprovuar me diçka në shëndetin e tij, në trupin e tij, apo në shikimin e tij, me bu dua. Alhamdulillah afana mimma ibtalaka bih. Falëndrimi takon Allahu dhe xhel që më ka shpëtuar prej asaj që ka sprovuar ty. O faddalna al-kathir min al-khalq tafdila, edhe më ka dhënë mirësitë shumë ta mbi shumë prej njerëzve, sa njerëz në botë janë që nuk shohin për shkak. Sa njerëz janë sprovuar me paralizë, sa njerëz janë sprovuar me sprova ndryshme, me fatkeqësi ndryshme, me humbje gjymtyrëve apo me shtrëmbrim trupit fytyrës së kështu me radhë. Kur e sheh kësaj, alhamdulillah. Kësaj është kur robi e sheh nimetin e Islamit në trupin e vet, praktikimin e Islamit në jetën e vet e sheh. Kur shkon me një vend huaj, ku as nuk njihet ezani, as ka mundësi më fal, nuk ka xhami as ku më fal, ndoshta do të më me 200 kilometra për më shku më fal namazin me një xhami. Kurse në qytetin e vet i ka 10 xhamia, i ka 15 xhamia ku do shkon e fal namazin.
Përgjigjet Allahut azza wa jall. Kështu e kur njeri i mëson këto sene, e sheh të mirën e Islamit që Allahu zot sepse i sheh provat që disa njerëz janë sprovuar me ato gjinoje, me ato bindje edhe me ato akide të këqija. Kur e sheh dikon për shembull, çush i lutet teçeve, i lutet varrave, apo i bën bidate të ndryshme në teçen, varret e varrezat e kështu me radhë, edhe e din që kjo është e keqe, që e ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë e sheh vlerën e Islamit, tauhidit në zemrën e tij, e sheh vlerën e sunetit në zemrën e tij. E sheh domin e bidatit, pse njerëzit mashtrohen me bidat, mendojnë që me atë bidat i afrohen te Allahu azza xal, kurse ai bidat nuk i afron te Allahu azza, përkundrazi veç i largon. Ajo nuk i pranohet Allahu azza. Men amila amalan laysa ali amruna fa huwa rad. Kush e bën një punë që nuk i afron, nuk i pranon, që nuk është në to feja ajo, nuk është për fesë tonë, thotë pejgamberi sa, nuk është për çështjes tonë, fa huwa rad, ajo është refuzuar. Për këtë shkak njohja e të keqës, një prej të mirëve saj është se e shën vetveten tonë mirësinë e tauhidit, mirësinë e sunetit që ta ka dhënë Allahu azza xal, mirësinë që ta ka mësuar të mirën edhe mirësinë që ta ka mësuar të keqën. Andaj duhet mi ditë sene që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me to i ka kundërshtuar njerëzit që kanë me akide të keqe, me bindje të këqija, me besytni, me hidhitari, njerëzit që ka kundërshtuar moralet e tyre, në sjelljet e tyre, në rrugën që kanë hecë ato, në argumentimet e tyre kështu me radhë. Për këtë shkak, njohja këtyre meseleve është çështje shumë e rëndësishme që e kena zgjedh, kjo është një prej arsyeve për shkaqeve, për shkak se shohim sot shumë prej muslimanëve janë sprovuar me shumë prej veprave të xahilietit, të ignorancës. Xahilieti në realisht do të thonë ignorancë. Çka ka të rëndësishme këtu diçka? Ka të rëndësishme diçka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur, më në këta. Kjo është dobi shumë e rëndësishme. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka si pejgamber, para se më ardh ai, toka ka qenë e përfshirë me xahiliet. Toka ka qenë e përfshirë me xahiliet. Ndesh çështjet e besimit, ndesh çështjet e moralit, ndesh çështjet shoqërore, marrëdhënie shoqërore në mesin e njerëzve kështu me radhë. Ka qenë xahiliet shumë i madh. Njerëzit shumë punë që i kanë bërë prej xahilietit i kanë burr me to, kurse ato realisht e kanë sjell hidhrimin e Allahut azza wa xal. Hidhrimin e Allahut azza wa xal. Çka ka thonë pejgamberi sa në hadith, sa i thot pejgamberi sa në hadith, inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahu wa ajabahum illa baqa min ahli al-kitab. Çi hadith. Thot Allahu azza ka shikuar banorët e tokës para se marr Muhamedi si pejgamber. Allahu azza ka shikuar në banorët e tokës. Edhe ka qenë i hidhruar, famaqatahum, ka qenë i hidhruar me ta për shkak veprës të tyre, për shkak xahilietit të tyre. Arabahum wa ajamahum, ndeshte arab, ndeshte jo arabt. Para se marr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza ka qenë i hidhruar me njerëzit, me njerëzimin ka qenë i hidhruar. Illa baqaya min ahli al-kitab, vese pak shumë një sasi e vogël prej i tharëve të librit. Prej tharëve të librit, do thonë prej hebrejve, krishterëve që hala kanë mujt me majt fen që i kanë zbrit kujt Isa alayhis salam dhe Musa alayhis salam. Pak ka qenë shumë. Për tyre kush ka qenë për shembull Mekë? Warqa an-Nawfal ka qenë. Warqa an-Nawfal, i cili kur i ka ardhur shpalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka kur ka marrë vesh, ka ardhur te pejgamberi sa, e pejgamberi ka treguar për shpallën që shpyten meleku, se ka qenë i fiksuar pejgamberi sa. Në Warqa an-Nawfal çka i ka thonë? Ka thonë e ka pas që ka shenë të pejgamberizmit, edhe ka qenë prej njerëz që i ka vrejt shenë edhe pejgamberizmit, se ka njohë, ka pas njëri prej krishterizmit, prej asaj që ka i ka zbritër. Kujt? Isa alayhis salam. Jo prej krishterizmit, prej asaj që ka i zbrit Isa alayhis salam. Edhe çka? Ka thonën, kanë me të largue, kanë me të deportu, populli kanë me luftu, ka thonë bëjë habit, edhe populli kanë me luftu, po, çdo pejgamber ka ndodhur kësaj, me si pejgamber. Populli vetë ka luftu. Sepse populli vetë ka qenë xahilet, ka qenë vepra të këqija, i cili kur ka ardhur pejgamberi i ka thënë në Islam, i ka thënë moral mirë, ata janë refuzuar. Sepse s'kan dëshë milion fenë e prindërve, e baballarëve, edhe etërët me herët që i kanë gjetë në to një baditje. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, masane kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka bë hajjatul wada, hajjin lam tumirs. Në hyjt me lam tumirs, çka ka thonë, ala kulli shay'in min amri jahiliyyati tahta qadamay mawdu. Ka thonë çdo punë prej punëve xahilietit
që u bë para islamit, për veprave të këqija, sot është e vendosur në dy këmbët e mia. Kur ka shiru Mekën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bo haxhi, ka thonë sot çdo se prej punëve të xahiliyetit që u bë më herët, është kthyma. Ka humb. Është tret. Por kish ka ulemat ka thonë që shprehje që përdorin disa filozof, disa muslimanë që i bojnë tekfir muslimanët në mënyrë përgjithshme, generale, sikur çka bë Sejt Kutubi për shembull. Çka ka thonë është kohë e xahiliyetit sot. Ja, nuk kthehet koha e xahiliyetit që ka qenë kur pejgamberi sa. Kthehet pjesërisht. Kthehet vene, kthehet njerëz. Sikur thush koha e xahiliyetit është kthye, atëherë është sikur mi bën njerëzit tekfir këtë, sikur mi nxjerr njeriu, edhe mi thonë njerëzit se janë të jetu kohë e xahiliyetit, e që nuk është e vërtetë. Sepse vazhdimisht ka në këtë ummet tash mas pejgamberit sa vazhdimisht ka ulema, vazhdimisht ka thirrsa që janë tauhid në sunet. Vazhdimisht ka nuk ka mundësi me ndaj vend edhe ndaj kokë pa qenë thirrsa pa pas ulema, edhe thirrsa që thrasin Allahun dhe pejgamberin e tij. Është e pamundur për këtë shkak generalizimi i kësajna nuk është i saktë. Generalizimi i kësajna nuk është i saktë sepse vazhdimisht mund më pas me uzbe, to më shka thon pejgamberi sa çka nuk ka kohë e cila vjen vetë është më e keq se sa që ka qenë. Mi po pejgamberi ka thonë la tazalu hadhihi al-umma ta'ifatu min hadhihi al-umma dhahirin ala al-haqq me vazhdu një grup e ummetin tem të hapur, të shfaqur në vërtetën. Thrasin ta. Thrasin ta. Edhe nuk e kanë dert për ata që i refuzojnë. Se janë stabil në fenë e tina, thrasin tauhid, thrasin sunet, folin kundër idhujtarisë, kundër shirkut, kundër nifakut, kundër kufrit, kundër bidateve, kundër besutnive, kundër bindjeve të këqija e kështu me radhë. La tazalu ta'ifa min hadhihi al-umma. Ka me vazhdu vazhdimisht kur s'ka mundur për la tazalu, vazhdimisht ka me pas një grup e ummetit tem që kanë me thirr në këtë vërtetën. Në fenë e Allahut azza wa jall, hapaze, s'kan çka më mshef kur gjë. Sepse thrasin në Allahun azza wa jall. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur, njerëzit kanë qenë në xahiliet madh. Allahu azza ka qenë hidhur me ta. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka thënë mshir për njerëzimin, e ka përhap islamin, i ka përhap tauhidin, i ka thy idhujt, i ka shiru zemrat mas pari, e ka sill besimin në Allahun azza wa jall, i ka largu shumë këqija, i ka largue shumë morale të këqija, shumë punë të këqija, shumë harame i ka largue, edhe kur ka ardhur ka thonë s'ka xahilieti është vendos tash nër kombët e mia. Te dy hadithet i transmeton Muslimin sahihin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme me ditë. Po çka e para që para pejgamberit Allahu ka qenë hidhur me njerëz, me arabët dhe jo arabët, sepse ka qenë xahilieti përpara i përhapur shumë, ka ardhur pejgamberi me ka largu këtë xahiliet, edhe xahiliet nuk kthehet më ashtu siç ka qenë përpara, edhe pse ka mundësi më kthy pjesërisht në përvende apo në përkohë, në gjendje xahilietit më pas, mi po jo me generalizim. A është përmend xahilieti në Kur'an hadith po është përmend. Do të kjo është e rëndësishme se autori nuk ka folur nga vetvetja, po ka folur diçka për dijes ka folur atë. Ka folur me dije, kur ka shkruajtur për këtë çështje, ka shkruajtur me dije. Për shembull përmend hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ebu Dardaja kur ka folur keq për Bilalin radhiyallahu anhu. Ka thonë djali i Ziut. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Dardas? Ka thonë a'yartahu bi ummi. E shove se nona ka si soj. Çka innaka mrun fika jahiliye. Ka thonë me të vërtetë ti një njeri që në ty ka cilësi jahilietit. Innaka imrun fika jahiliye, ti je njeri që në ty ka cilësi jahilietit. Nuk pas ka mundsi muslimani me pas cilësi jahilietit. Vepra jahilietit, jo krejtësisht 100%, po 5%, 10%, 20%, apo gjysa vepra tina, më konë të mira, apo gjysa tjetër, më konë punë jahilietit. Por kish ka robi duhet me pas kujdes. Kur ti mësoj kështu, mbi 100, diku 120 mesele jahilietit që i ka përmenën Sheikhul Islami Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayh, e që ka edhe më shumë, sepse ai nuk ka përmend këtë. U ka thonë më të shfaqur që në mes e njerëzve, edhe pse në kohën kur ka jetuar Islami veç është përhap shumë. Në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Islami nuk u goni hershëm, nuk u gon jahilieti shumë i hershëm vija ndarse mes, po 1000 vjet, 1200 vjet.
Edhe çka? Po, në kohën e tina, ka qenë përhapna, e lojtari ka pas në gadishën arabik, ka pas teqet ngritura në Mekën e Medine, ka pas varre me gurd, nalt, varre sikur se shtëpia i ka ndreq. Që se i shifni do thrafi të moqme që do të janë, e shifni se në Mekën e Medine ka pas varre ndresura sikur se shtëpi. Në kohën e tina ka pas thot kur fol në librin e tina ka shubahat, zbulimi dyshimeve që kena shpjeguar, edhe janë disa prej dersave tona që kena shpjeguar në YouTube mundesh me gjet, zbulimi dyshimeve, shkaku që ka shkruajt librin zbulimi dyshimeve është se në kohën e tina thot janë gjën njerëz që ka menuar se në këtë kozmos ka edhe dikush tjetër që ka sundim, lëvizje përveç Allahut azza wa jall. Para në muslimani me pas këtë mendim 1200 vjet më shpavës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kozmos ka dikush tjetër dorë përveç Allahut azza wa jall. Këtë kozmos udhëheqet edhe dikush tjetër përveç Allahut azza wa jall. Këtë kozmos ka edhe krijues tjetër, edhe furnizues tjetër, edhe shërues tjetër përveç Allahut azza wa jall. Kjo bindje te disa prej muslimanëve që i ka thonë vetë musliman, ka qenë më emra musliman, e ka shtyje Sheikhul Islami me shkruajt librin Kashfu Shubuhat. Andaj libri Kashfu Shubuhat është zbulimi dyshimeve, është i përkthyer në shqip, është për libra që duhet të lexuar secili sepse është shumë i dobishëm. Është libër shumë i rëndësishëm, edhe shumë i dobishëm që me pa muslimani se gabimet që janë çështje besimit, edhe si më urujt për tënve si më mbrojt për tënve. Gjithashtu u përmendën jahilieti, u përmend hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Thintani fi ummati min amri jahiliya." Dy prej njerëzve, me hadith 4 prej punëve janë prej jahilietit. 4 punë janë prej jahilietit, e ka përmend një vajtimi, mshurja e fytyrës, ngreja e flokëve, me umbur me fisin ton kështu me radh, kurse mburja është me takvallok, nuk është me fisin ose me periardhën tonë kështu me radh, i ka përmend 4 punë janë prej jahilietit. Prej tyre i ka përmend këto. Prej tyre i ka përmend vajtimi për vdekur kështu me radh. Gjithashtu Allahu azza në Kur'an e ka përmend jahilietin. Ka thonë afa hukm al-jahiliyyati yabghun, kjo ajet është shumë e rëndësishme. Afa hukm al-jahiliyyati yabghun, njerëzit a thu vallë po e kërkojnë hukm al-jahiliyyah, do të thonë gjykimin e jahilietit, ignorancës, kur nuk është gjykuar me fjalën e Allahut të pejgamberit tina. Çka? Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, pa ka hukm më të mirë. A ka gjykim më të mirë se sa gjykimi i Allahut azza për njerëzit që kanë bindje. Al-Maida ayat al-Bas. Gjithashtu ka thonë pejgamberi në hadith ku përmend jahilietin to gjithashtu. Thotë çka? Abghadu rijali ila Allah thalatha. Njerëzit më të urrëtur te Allahu azza janë 3. Njerëzit më të urrëtur te Allahu azza janë 3, në kategori e veçantë. Thotë i pari mulhidun fil haram. Mulhid i bën ateist, mohus. Fil haram është për qëllim ai i cili bën fesad në haremin e Çavës. Ose për hap të keqen, ose bën në far të keqe diçka me dorën e tij apo me gjuhën e tij apo me thirrjen e tij, kështu më radh, dikush që do me bëu të keqe në haremin e Çavës, çka ky është një prej njerëzve më të urrëtur te Allahu azza. I dyti thot wa mubtaghin fil islami sunnat al jahiliya. Çka ai i cili do me kthy në islam kanë zakonet e jahilietit. Do me kthy në islam zakonet e jahilietit. Ka për njerëz që të shohmi se menojnë që janë mufakirina, janë mendimtar islam. Edhe shkruajnë, në qofshin nëpër gazeta, nëpër artikuj ndryshëm, apo flasin nëpër televizion për shembull, se nuk ka të keqe nëse bëmi çit punë, se në islam atëherë kur ka thonë me sa mos më bëu këtë punë, ka qenë gjendja si sojë, po tash nuk prish punë kjo, ka si sojë plot mendimtar, tash të quhet mendimtar islam. Që munohen zakonet e jahilietit me i kthy në islam. Përzirja mes dy gjinive nuk është haram, së është puna zbashku e gruas edhe burrit huaj me një vend, mshelja atyre me një zyre nuk është haram, kjo nuk është haram, thonë përmendin shumë sene se Islami ka ndaluar, që pejgamberi ka kundërshtuar to njerëzit e jahilietit. Këta janë mendimtarë, që vetën mendimtar, edhe mendojnë që janë të bëu punë të mira, të bëu progres, po emancipim, thras emancipim e kështu me radhë, kurse realisht këta njerëz janë çka për atyre njerëzve të cilët munohen me i kthy zakonet e jahilietit në mesin e muslimanëve. Këta njerëz janë për njerëzëm për kategorive që Allahu azza më shumë t'i urrejnë. Për kategorive që Allahu azza më shumë. Edhe i tretë do pejgamberi sa dikush i cili don me myt dikon,
bigajri hak, do me dherë gjakun e një njeri pa kur far haki, pa kur far drejtë hiç, thot pejgamberi kë gjithashtu është prej njerëzve që mas shumë të urrejnë Allahun. I dyti pra ishte ai që munohet me kthye zakonet e xhahiletit në mesin e muslimanëve. Autori Sheikh Fauzani rahmetullahi alayhi para se me aty ka përmend një fjalë shumë të mirë kur shpjegon të libër që është mirë me ndëgjuar dhe me lexuar ta. Thot shejtani thot dhe thirrsat dhe ndjekësit e tij prej thirrsave dalaletit. Thot çka vazhdojnë thot me thirr në xahiliet. Një, vazhdojnë me thirr në ringjalljen e çështjeve të xahiletit. Vazhdojnë me thirr në idhujtari, në bidate. Vazhdojnë me thirrën në pralla ndryshme që s'ka lidhje kurrë me Islamin. Vazhdojnë me thirr në ringjalljen e kujt e gjurmëve. Për shembull, populli i Adit, i Themudit, i kena gjetë mbetjet arkeologjike, i kena gjetë filan veni këtu kon në Medinë ose në Mekë ose ku kon miruj këto apo ose veni ku kon idhulli i latit e Uzas për shembull, miruj këtu atë midisimi më sikur historike diçka sa na kupton, të janë prej thirrsave të xahilitit. Shejtani përmes thirrsave të tij munohet me ringjall idhujtarin që ka qenë më herët. Munohet me ringjall idhujtarin, sidomos ta sërmirë me çështje arkeologjike, që do ka idhuj ndryshëm, ka puta ndryshëm, apo ka faltore ku to bu idhujtari për shembull sikurse janë disa faltore që janë në vendin Petra në Jordan. Betra është në Jordani, janë ato në përkodra ku i kanë pas ato faltorët e tyre, ka pas idhuj, e munon me rujt ato, i thrasin turizëm to, me shku njerëzia kësaj optën, do ka faltore, ka idhujtarin to. Kjo është prej ringjallë kishe gjurmëve, qëllimi i shejtanit është me thirrsave të që me ringjall idhujtarin mes njerëzve, me kthy punte xahilitit to. Kullu hadha al-qasdu minhu, çka thotë Sheikh Fauzani. Thot këtë qëllimi për kësaj pune, që do të përmend për këto elementeve, është ka tamsul islam, me tret islam, me zhduk islam. Qëllimi është me zhduk islam. Wa audatu an-nas ila al-jahiliya, edhe me kthy njerëzit në xahilet, me kthy njerëzit në veprimet e para islamit, në akidën e para islamit, në bindjet e para islamit. Fala budda min dirasati umur al-jahiliya, për çka këto Sheikh Fauzani është patjetër, është domosdoshme me i mësu meselet e xahiliyetit, çështjet e xahiliyetit. Do të më di se cili musliman, çka është për xahiliyetin, Pse min ajli an yajtanibaha wa yabta'id anha, mënyrë që më shmang atë në punëve, pse më mësu edhe më largu prej tyre. Më shmang edhe më largu prej kësaj. Do kjo është rëndësia e këtij në punë. Autori në vazhdim, kjo është vetëm një hyrje se i përket meseleve të xahiliyetit. Autori rahmetullahi alayhi vazhdim thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Wahhab, "Hadhi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ali ahlul jahiliya al-kitabiyin wal ummiyin." Thot këto janë çështje që kena përmend vazhdim, janë gjëra të cilat pejgamberi ka kundërshtuar to njerëz të xahiliyetit, qofshin ata prej ahlul kitabit apo ummiyin prej arabëve idhujtar apo fraksioneve ndryshme që kanë ekzistuar në atë kohë edhe prej asaj kohë. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha, thot për shkak se muslimani është i pavarur nga njohja e tyre. Sot nuk mundet me thonë muslimani që s'kam nevojë me di këto sen. La është punë gjëra të cilat ka nevojë me ditë. Për gjërave që ka nevojë muslimani me ditën është përngjasimi me qafia për shembull. Përngjasimi me ahlul kitabin, që i bojnë sot shumë musliman për gjërave që po i relativizojnë, edhe i bojnë sikur kurrëzisht janë thjeshta, kurse realisht në to ka përngjasim me fenë e dikujt tjetër, ka përngjasim me bindjen e dikujt tjetër, ka përngjasim me zakonet e dikujt tjetër që këto e kundërshtojnë Islam. Musliman me mjekra, muslimane me shamia, po bojnë veprime të cilat ka tashabbu, ka përngjasim me musliman. Këto janë xahilet, edhe kjo është xahilet. Por kishkak muslimani ka obligim me i ditë të punë, me i mësu, që mos më relativizu të aj, mos më bëhet zakonshme, rutin, hajtë se s'është kur gjë kjo, nuk është kur gjë. La janë çështje e xahiliyetit që muslimani kadal kadale e marrin,
E tretin, ja zhdukin identitetin e sakt të muahidit, pasuesit sunetit, edhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i ka kundërshtuar ata në besim, i ka kundërshtuar ata edhe në mënyrën që kanë argumentu. Ju ka kundërshtuar mënyrën që kanë argumentu. Ata kanë argumentu për shembull, apo na thirrti, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është i kena gjetë do etrit ton. Pejgamberi ka treguar që etrit ton nuk janë baza. Etrit e ju nuk janë baza. Nuk është argument pse ti kishe babën, babgjyshin në qitë feja ti me vazhdu në to. La, argumenti është fjala e Allahut. Argumenti është fjala e pejgamberit se për shpallja, çdo mburimet e shariatit, nëse ajo që kanë qenë to për bindjeve, për moraleve, edhe për gjendjes, etrit e tu, gjyshrit e tu, sërgjyshrit e tu, dush me lom për Allahun azza wa xal. Dush me lom për Allahun azza wa xal. Në akide, Allahu azza i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka zbrit sura ya el-kafirun. Kul, thuaj, o Muhammed, ja e kafirun, oje që keni më hu. La a'budu ma ta'budun. Shishari ka thonë, unë nuk e adhuroj ato që adhuroni jo. Wala antum abiduna ma a'bud, po as ju nuk e adhuroni ato që ka adhurojnë. O njerëz, duhet më tregu, pse ti filan, pse zejt po e bën këtë farë pune? Dhe pse s'po vjen me neve që thar tubimi, pse s'po vjen me neve që thar mexhlisi, nuk është kur gjë kjo puna, apo thon, la, se në tokë adhurojmë diku tjetër jashtë Allahut azza xal. S'muj më ardhën. Unë adhuroj Allahun azza xal vetëm. Ju adhuroni edhe dikon tjetër adhuroni. Kush do të qoftë ai? Apo çka do të qoftë ai? Allah pejgamberi sa ashiqare ka thonë. Allahu azza ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për kish ka shumë prej pejgamberëve Allahu i ka përmend në Kur'an, kur ka thirr popullin e vet, çka ka thonë? Ka thonë wa ana awwalul muslimin. Wa ana min al-muslimin, unë jam i parë muslimanëve, unë jam nga muslimanët. Ashiqare kanë shpreh. Do thonë islamin e tyre, muslimani ka për obligim të shfaqë islamin e tij. Ka probleme tregu, jo Allah nuk e bëj që punë se jam musliman. Pse? Dush më tregu. Po për me ditën dush me lexu, dush me mësu se është cila është e keqe dhe cila është e mirë. Që dush me ditë me argumentue. Jo me thonë veç nuk e bëj, kurse mos me ditë argumentin. Muslimani duhet me qenë kërkues dije. Muslimanët përpara kanë hecë shumë, e kanë qenë partë, e kanë prije, e kanë bërë shërime, për shkak se kanë qenë kërkues dije. Kanë mësu, kanë lexuar. I kanë ndjek mësimet, i kanë ndjek dietarët. Thotë mësimi ka qenë gjë kryesore dhe primare të muslimanëve. Për këtë shkak në historinë islame sot i kena pas për që nga pejgamberi sa deri tash i kena me mira libra i kena të botuar me shkruame për ulemave. Shumë janë hala në për dorëshkrime që janë gjinde në për vene ndryshme, në biblioteka ndryshme, hala nuk janë botuar hiç, po kanë metër. Pse prej mësimeve të shumta që ka pas në botën islame, për ulemave shumë, për kërkuesve dijes, shumë edhe pse nuk kanë pas as teknologjinë, as kushtet të cilat i kena na. As kushtet, as teknologjinë, po më të madhe kanë shkruajtur për islamin, kanë përhap islamin, kanë folur për islamin vazhdimisht sepse ka ditë që më shumti ngritën afron të Allahut, e ngritën dhe përparojnë këtë dynja përmes kërkimit dijes, përmes mësimit, përmes arsimimit. Yerfa Allahu alladhina amanu minkum, Allahu azza ngrit ata që besojnë për juve, besimin ngrit. Besimi. Pse? Se kur ti adhuron Allahun azza ti je shliru për idhujtarisë. Para më ti adhuron Allahun azza dikush adhuron lopën hala. Allahu billah. Allahu azza thot lopën e kanë krijuar shërbim të juve. Ti adhuron Allahun azza dikush adhuron varret, ai ka vdek, s'mund të më bëj kurrë domi, as dobia i shkon kërkon ndihmë prej tina, kërkon shërim prej tina, kërkon rrezik prej tina, kërkon martesë prej tina, kërkon shirim prej tina. Halaka. Për muslimanë, nga radhët e muslimanëve, me emër musliman. Kurse ty Allahu azza ka veçuar me tauhid. E ke mësu tauhidin tonë që do të ke mësu meselë xhalidit tonë që do të punë që nuk do të më bë. Të kanë ngritë Allahu azza për çka përmes besim. Walladhina utul ilma darajat, kurse ata që jepin mas dijes, kurse ata që jepin mas leximit, mas kërkimit dijes, mas kërkimit hadithit, mas shkrimit librave, mas davetit, mas përhapjes fesë Allahu azza hala më shumë. Walladhina utul ilm darajat, kurse ata që jepin mas dijes, hala më shumë se ai që nuk jepet mas dijes. Besimtari i cili jepet mas dijes është më i ngritë se ai i cili nuk do menit për dijen e. E ngrit Allahu azza wa jall. E ngrit Allahu azza. Për këtë shkak besimtar çka do të më pas kujdes edhe me mësu ato çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kundërshtuar ata në akide.
Pejgamberi sa i ka kundërshtuar ata në mënyrën që kanë argumentuar. Pejgamberi sa i ka kundërshtuar ata në adhurim. I kanë lut idhullit. Pejgamberi sa ka thonë, kujt po i luteni? Po i luteni dikujt që as bën dëm, as nuk sjell dobi. Unë i lut në veç Allahit, i cili më ka kriju, i cili më furnizon, i cili më shëron, tek i cili ku më kthye apet. E kështu me radhë. Jetu i lut dikujt që ka vdekë, s'ka mundësimet, vetën s'ka mundësi me shpëtu, e lemo ty. Vetën s'ka mundësi me shpëtu, e lemo ty. Pejgamberi sa gjithashtu i ka kundërshtuar njerëzit e xahiliyetit diçka në moralet e tyre. Pa më çfarë moralit pisht ka pas në atë kohë. Po thot vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku ka shikuar Allahu dhe para se të thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pejgamber, ka kshyer tek njerëzit banorët e tokës, ka qenë i hidhruar me ta. Arab edhe jo arab. Pse? Për shkak të moralit, këshilla që ka qenë përhapura. Zinas, alkoolit, vrasjeve, përçarjeve të mëdha në mesin e njerëzve, i adhurimeve që i kanë bërë, se si njëri ka adhuru, diçka në veti kanë adhuru, e shtu me radhë. Në muamela, gjithashtu edhe në raporte, në transaksione, i ka kundërshtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu. Në moralin ka thënë, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, jam dërguar që më përsos moralin. Jam dërguar që më përsos, çka ka pas diçka që ka qenë për moralit keq, dhe ajo sa më ka mësuar ç'kjo s'bën, ç'kjo është, ç'to e bën shejtani, ç'to e bën ehlul kitabi, ç'to e bën ai kështu, i ka mësuar pe jam vazhdimisht i ka mësuar që nuk bën me bë këtë punë. Muamalat, ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allahu azza e ka leju tregtin kurse e ka ndalu kamatën. Kamata ka qenë përhapur me të madhen atë kohë. Kamata ka qenë përhapur me të madhe, për jam ka ardhur, edhe i ka kundërshtuar ata, ju ka thonë që kamata është haram, kamata hidhron Allahun azza, kamata i shpall luftë Allahut azza, po e keni tregti Allahu azza jep bereqet, kurse në kamat e hub bereqetin. Tretët pasuria, nuk ka kurfar të mirë ata. Për këtë shkak po thot autori çka pejgamberi ka kundërshtuar ehlul jariyetin në shumë çështje, i aty përmend çështjet, të cilat e ka kundërshtuar. Pastaj thot në vazhdim autori thot فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الاشياء. Do të po e përmend me të kundërtën, sepse përmes përmendjes kundërtit përmend del në shesh e bukura tjetrës. Por e ka përmend xahiliyetin, meselën e xahiliyetit, në jetën e kohë shfaq shumë mirësitë të islamit. Shumë heshitë të islamit, shumë bukuritë të islamit. Sepse kur ka përmend keqen, ka dalë shesh e mira. Kur ka përmend për shembull kamatën, ka dalë e mira e islamit. Kur ka përmend për shembull zinajen, ora taqrabu zina mos ia afroni zinas, e ka përmend martesën halal. Martesën halal ka bereqet. Martesën halal ka pasuri të Allahut në Kur'an. Martesën halal ka dashuri mes çiftit. E kështu me radhë. Thotë çka? Thotë wa bididha tatabanu al-ashya, se kanë ja kur ta përmend kundërtën del e kupton të mirën. Nuk mundesh kanë me të kuptuar të mirën pa e ditë keqen. Pa për shembull është filan smujen, kur e sheh që është dikush filani i smut për shembull, që është pak më harët, e dëgjon që është smut e ka filan smujen, ti e falëndron Allahun azza për shëndetin që ta ka dhënë. Edhe kupton e merr vesh se cila është e mira shëndetit, edhe falëndron Allahun azza hala më shumë, falëndron Allahun azza hala më shumë. Po gjithashtu kur i kupton për shembull, e mëson të keqen, e mëson adhurimin për shembull që i bën shumë njerëz ndaj idhujve, ndaj putave, thu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ajeti i Kuranit. Që kanë thonë musliman të mëhershëm, falëndrimi, alhamdulillah, falëndrimi takon Allahut i cili hadana li që na ka udhëzuar këto, nuk na ka bë adhurues lopës, të idhujve, njerëzve, nuk na ka bë adhurues grave, ka edhe adhurues grave ka. Ka adhurues të organit grave, ka adhurues gjithçkafit, audhu billah, ka tulfar adhurimi ka. Ka adhurues të insekteve, ka adhurues drujve, ka adhurues të kodrave, diellit, të hanës, ki zjarputista ki adhuru zjarit ki. Edhe ti, kur i sheh të keqen e këtë në çfarë dalaletin, çfarë devimi, janë për shembull, rrena i adhuru si lopës a qenë një ndi, edhe myt lopa e shkel nuk e kthen dorë, nuk e mbron vetën. Ai mendon që ka shku sheheda udhu billah. Allahu ka thonë, çka ka në tokë kena kriju në shërbim t'juve. Çka ka në tokë, ai mendon që nëse myt lopa ka më shku sheheda udhu billah. Ti kur i sheh këto, e falëndron Allahun. Të mësu të keqen e tënve,
e falenderojnë Allahun edhe për udhëzimin që ka dhënë, për Islamin që ka dhënë. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla nuk kishmi me çan të udhëzu sikur mos na kishte udhëzu Allahu azza jall. Ky udhëzim është nga ka ardhur prej Allahut azza jall. Thot vazhdim thot fa ahmu ma fiha wa shaddu khatara. Për kësaj punë thot gjëja më e rëndë, edhe më e rrezikshme është mos me besu me zemër ajo që ka ardhur me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në qoftë se ja shton kësajna miratimi i veprave xahilitit. Dy sene. Çka? Në qoftë se këto dyja temmet il khasara. Në qoftë se këto dyja, atëherë njëri veç u shkatru. E para, mos me besu me zemër. Fillimisht, sepse që është e besimi me zemër, prej zemrës fillon. Në ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej fejes. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith? Ka thonë dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabbahu wa bislamin dinan bu Muhammed sallallahu alaihi wasallam rasula. E ka shiju ëmbëlsirën e imanit, ai i cili është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe, edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Ka për njerëz që thotë, Allah çto e ka thonë ai pejgamberi, po s'jam, edhe ja kjo nuk është, se ka shiju imamin e cili do ekzistojë. Ja tregon një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se di s'ma ka mendja, s'ma ka logjika. Allahu billah. I thu ka thonë pejgamberi, ka ndalu pejgamberi sa për kësaj pune, edhe çështjet më të vogla. Shë disa njerëz i këshillon ka njerë i thu, hey, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o musliman, ka ndalu me u fal me flokt e lidhura namaz. Qatë të nga në këthën shpina i vazhdon apet, kur nuk i zgjidh flokt e veta kur bjen sejdë. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndalu pejgamberi, nuk e shepun la. Nuk i ka shiju ëmbëlsirën e imanit, po thot pejgamberi sa ai i cili nuk kënaqet me pejgamberin me Muhamedit sa pejgamber, thotë në çdo punë të vogël, në çdo fjalë, në çdo vepër. Thotë sahabët nuk i kanë pyet pejgamberin, nuk kanë polemizuar me pejgamberin sa kur i kanë ndaluar për diçka apo kur ja ka urdhëruar diçka. Ka thonë sami'na wa ata'na. Dëgjum u bendëm. Janë nështruar me njerë sahabët. Qësoj du të me qenë gjendja muslimanit me fjallën e pejgamberit sa ma atakum rasulu fakhudhuhu, ato çka t'ju urdhon pejgamberi sa mene wa ma nahakum anhu fantahu, çka t'ju ndalon prej saj ndaloni. Ai të Kuranit idha amartukum bi amrin fa'tu biha mastata'tum, kur t'ju urdhoj me diçka çonën vetë sa keni mundsi, kur s'keni mundsi ki mungesë shëndeti për shembull, apo i ndalum, apo i penguar kështu me rast, ki mundsi me çurdhën vetëm çetër mohabet. Fëja nëhejtu manu, kur t'ju ndalon me diçka ndalon me njerë të harami, s'ka du me thonë, jo e se, valla, bën me pi birë, më shumë alkoholi s'bën me pi. Dhe, la, Allah gjelë pejgamberin ka ndalu, edhe alkoholin dhe birë, çdo sen që de, është haram. Çdo sen që është dëmshme për trupin tënd, ki me dhonë llogari për trupin tënd ditën e gjykimit. Ki me dhonë llogari në ditën e gjykimit edhe për ujin e ftohtë ka thonë me sa që ki me pi. Për çdo sen që ke dhon për trupin tënd, ki me dhon llogari. Sahabiju Sufjan Abu Sufjani radhën kur ka pas sahabin tjetër Abu Darda. Abu Dharr. I badëxhi i madh shumë gryja tina anku. As nuk është, domthon nuk ka pas lakmia as më vesh më bukur ose apo vesh ka qenë agjerues i madh, ka qenë adhurimtar i madh ashtu me radhë, e ka pa natën se çfarë adhurimi kështu po bën. Çka i ka thonë? Ka thonë fa'ti dhi kulli haqqin haqqa, jepja hakun si dhe sa. Jepja Zotit tënd hakun, çoj vën farzët, ndalo pe harameve. Jepja gryes tonë hakun, po ka thonë jepja trupit tënd hakun. Edhe shpirtit tënd jepja hakun. Është me ruaj shëndetin tënd. Për rujtës shëndetit është mos me bo vepra që ta dëmtojnë shëndetin, ki me dhonë llogaritit në gjykimin, qofse ki dëmtu shëndetin tënd me duhan. Por alkohole për drogë kështu din ato janë vdekjeprurse. Ki me dhonë llogari për Allah të zërë për duhanin që pen. Për mushkni që ki nxije. Për smundi që të kanë ardhur për duhanit. Ki me dhonë llogari për Allah të zërë. Çdo sen që dëmton tunë që ka bëu xhaileti, do të çka në shtrim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka sen që ka thirr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të me vepru vetë se na ka afru ka Allahu xhallahu dhe ka xheneti. Nuk ka sen që na largon prej Allahut dhe na afron ka zgjerim xhenemit vetë se na ka ndaluar pejgamberi pe saj. La darar wala dirar, s'ka dëm, as vetën tonë as ndaj tjerëve mi po dëm, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Pe Allahu ka thonë në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besu, përgjigjuni Allahut pejgamberit tina kur ai ju thret juve, idha da'akum. Dush mi përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lima yuhyikum, sepse në to ka gjallëni. Ka gjallëni të fesë, ka gjallëni të imanit, ka gjallëni të trupit, ka shpëtim në ahiret. Ai të Kurani stajibu po thot, përgjigjuni pejgamberit ju idha da'akum, urdhër prej Allahut azza wa jall. Por kishka besimi me zemër në ato shka ka arë këtë pejgamberi sa nuk guzon muslimani me thonë valla që kjo nuk është s'po mdohet kjo që ka arë në hadith që shtu s'po ma kap logjika s'po ma kap truni mendja jeme s'është e mundur kjo dhe që shka mundësi me thonë këto Muhamedi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah. Çdo sen që është e dobishme për njërin vetëm ka thënë to, çdo sen që është ndaluar është e dëmshme për njeriu pejgamberi sa ka ndaluar pe sala. Ibn Taymi rahmetullahi alayhi thot esenca e kufrit, mo në menë që të rregull. Esenca pa besimit është mos besimi në pejgamber. Të këtë pejgamber, jo vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Esenca e pa besimit. Cila është esenca e kufrit? Është mos besimi në pejgamber, mos besimi në ato që kanë ardhur ato me to. Pse? Sepse Allahu azza ka thonë në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula." Nuk kemi ndëshkues ndaj askujt derisa ta çojmë një pejgamber. Hatta nab'atha rasula. Kur ta çojmë pejgamberin, njerëzit nuk i besojnë pejgamberit, edhe asaj që ka ardhur me to prej shpalljes, prej rregullave, prej ligjeve, nuk i besojnë, që atëherë çomi dënimi. Pa e çu pejgamberin, nuk çomi dënim. Ka thonë, që kjo ajeti Kur'an na jep neve me kuptues Ibn Taymi thot se esenca e kufrit e pa besimit është mos me besu pejgamberve. Edhe asaj që kanë ardhur me to. Jo rastisht e ka thonë këtë fjalë Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Do të edhe dyta thotë çka me pa të mirë ato që ka bojnë kush njerëz të xahilitit. Ka shumë për muslimanët sot i shohin njerëz të xahilitit në televizor, në rrjetet sociale. Kupton? Çka shkon e le veç të flok ti lan. Për shembull, pse ka ndalu me e ka shto flok. Ka thonë s'është është vepër e xahilitit është kjo, e kufarëve është kjo. Apo shkon bën i sheh njerëz të xahilitit, njerëz të sportit apo që i çojnë të aktorë të kështu me radh, tu bo lloj-lloj veshje, lloj-lloj tatuaj dhe bo trend edhe në mesin e muslimanëve. Kjo është punë e xahilitit. Kur ti e sheh të mirë këtë farë pune, kjo është një prej shkaqeve ti mu shkatrua. E sheh për shembull që veshët gjys flakoreç, një femër për shembull, edhe dalin muslimanët e pasojnë ata apo një veshje që ja prish hijabin e saj ashtu me radh, veshin islamit tamam çu çdo të zbulon avretin ashtu me radh, duke i pasuar njerëz të xahilitit. Edhe kjo është miratim i të keqës, miratim i veprave të xahilitit. Miratim i veprave të xahilitit. Pejgamberi ka thonë men tashabba bikum fa minhum. Ka thonë kush i përngjason një popull ai është prej tyre. Kush i përngjason një popull, ai është prej tyre. Pasani thotë pejgamberi, keni më ndjek zakonet e atyre që kanë qenë para jush. Pllom mas plomi. 1, 2. Ka një plom, ata djathas që djathas. Krah mas krahi. Një krah, derisa në qofse, çka? Hatta law salaku juhra dabdin la salaktumu. Me bu me shku me hinej në birën e hardhucës edhe keni me hinta. Me bu me hi në birën e hardhucës edhe ju keni me hinta. Në po të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që miratimi e xahiliyetit, punëve xahiliyetit, veprave bindjeve tyre është shkatrim për muslimanin. Thotë autori thonë nëse plotësohen çdo dyja, atë çka kjo është shkatrimi i tij. Ashtu siç ka thonë Allahu azza në Kur'an, thotë walladhina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ata që i besojnë kotës, do njerëzit që të miratojnë keqen e njerëz xahiliyetit. Këta besojnë kotën. Përderisa shef një vepër xahiliyetit që është e mirë, thotë so kur gjë kjo punë. Edhe pse ti pason fenet e në bindjen e në zakonet e tënve, ty e të beson kotën. Që të kotën i të e pa të mirë. E ke kundërshtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një sen që ka ndalu, edhe ju të beson kotën e tënve, thotë wa kafaru billahi, edhe kanë mohun Allahun azza wa jall. Ulaika humul khasirun, të tillët janë ata që kanë falimentu, kanë humbur. Kanë falimentu edhe kanë humbur. Suratul Ankabut ajeti 52. Thotë kjo është një hyrje, cilën e ka përmend autori shumë e rëndësishme,
rreth meseleve gjahiljetit. E masanena ka fillu me meselen e parë, veç po e lexojmë kurse shpjegimin inshallah bëmi dersën e ardhshëm. Është mesela e parë e rëndësishme, më e rëndësishme që ka paj, e cila më të vërtetë është shumë e rëndësishme dhe ka në ta dalje prej fesë, ka në ta kufër, ka ditari, është se njerëzit e gjahiljetit të abedune bi ishrake salihin. Do të bojnë i adhurim, i të abedun, bojnë ibadete, duke i marë për adhurus njerëzit të devotshmit, në lutjet e tyre që lutën Allahut Azza wa Jall, duke i bojë ibadet edhe atina bojnë ndërmjetësim të idhujt, të putat, për me ndërmjetësu të Allahu Azza wa Jall. Pse? Sepse menojmë që këto e dënë Allahu Azza wa Jall dhe se njerëzit e devotshëm kanë mi dashur ata. Njerëzit e devotshëm çka ndikë. Me njerëzit e devotshëm, me salihun, çka ka për qëllim këtu? Ka për qëllim, ka thonë dietar, pejgambert, enbijat dhe pejgambert të dërguarit e Allahut, sepse shumë njerëz i kanë marrë pejgamber për zotra. Ka për qëllim njerëzit e devotshëm që kanë vdek, për shembull shijat, kanë e bojnë ibadet, Aliun radhiyallahu anhu. Disa për të në konsiderojnë Zot. Kanë e bojnë ibadet Hasanin radhiyallahu anhu. Huseini radhiyallahu anhu. Ja Husein thonë. Pse? Ja Husein medet. Që po shijet në luftat e tënve. Ngrisin një farflumuri dhe shkun ja Husein ta. O Husein, lutje. Nëse mi lutë Allah dhe zel, ata i lutën kujtë Huseinit. Është një pipeja me sa. Njëri i devotshëm, po e kanë marrë për Zot dhe kanë shëndruar Zot ata kanë shëndruar. Medet ja Husein, na ndihmo o Husein. Audhu billah, kjo është punë gjahiljetit. Prej punë e gjahiljetit më të rrezikshme e para është me bojë ibadet, me ofru Allahut Azza wa Jall përmes kujt, përmes ibadetit që bën ndaj njerëzve të devotshëm, ndaj pejgamberëve, edhe ndaj melajkeve. Edhe ndaj melajkeve. Ndaj herë me ndim, tu kërkon ndim për të, në herë tu prej kurbana për ta, tu thej kurbana, shenjë afrimi me ta, në herë duke kërku shërim për të, në herë tu zotun ta, në herë tu i përmend si tu i përdor si ndërmjetësues për të Zotit, që i kanë përdor më herët e kështu me radhë. Kurse pejgamberi ka thirrë kundërtën, ka thirrë në ibadetin e sinqert, në fenë e sinqert, pastër lash idhujtarisë. Lutim Allahun Azza wa Jall që këtë seri derse tona prej meseleve gjahiljetit ta bëjë dobishme për neve, për ata cilët na shikojnë dhe na ndëgjojnë. Allahu Azza wa Jall është dhuruesi sukseseve. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.